Operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit, një shoqëri aksionare me kapital shtetëror, do të menaxhojë programin kombëtar të kontrollit mjekësor bazë, check-up dhe shërbimin e dializës. Pas përfundimit të kontratave koncesionare, këto shërbime nuk do të jenë më në duart e kompanive private. Me 2 vendime të miratuara të shërbimi që ofroni juve të sterilizimit, i shtohen dhe 2 shërbime të tjera, i check-upit dhe i dializës. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala, ndërsa inspektoi ambientet logjistike të Oshis Piksha, theksoi synimin për të konsoliduar modelin e menaxhimit publik të shërbimeve mbështetëse shëndetësore. Së rëndësishme këtu në qendër është siguria e pacientit, cilësia e punës, por edhe siguria e personelit mjekësor që punon në këto ambiente. Në përqendrat e sterilizimit. Ne kemi dhe është pjesa e digitalizimit ku bëni tracking të procesit. Ne jemi duke standardizuar të gjithë proceset dhe gjithashtu dhe kemi gjurmëshmërinë, kemi një sistem të mirë menduar për gjurmëshmërinë. Pra çdo set që del nga magazina dhe shkon nëpër dihet ku shkon, dihet si është përdorur dhe deri te momenti i mbetjeve që gjenerohen nga ne. Duke u ndalur tek shërbimi i sterilizimit, ministria vlerësoi investimet në infrastrukturën moderne dhe teknologjitë bashkëkohore. Ajo e cilësoi këtë shërbim si një element kyç për sigurinë e pacientëve dhe cilësinë e kujdesit spitalor. Mund të reinvestohet për të pasur pajisje të avancuar dhe për të Ne jemi duke investuar në makineri dhe duke standardizuar gjithë procesin e menaxhimit të materialit pas përdorimit. Koncesioni 10 vjeçar i shërbimit të kontrollit mjekësor bazë check-up përfundon në shtator të vitit 2026, ndërsa ai i dializës në nëntor. Ndërkohë shteti ka marrë tashmë në administrim shërbimin e sterilizimit, pas përfundimit të koncesionit që çoi para drejtësisë ish-ministrin Ilir Beqaj në akuzë për abuzime. Për të njëjtën çështje, ish-zëvendës ministri Klodiana Rriepaj, biznesmeni Ilir Rapaj, i cili përfitoi kontratën me vlerë 100 milion euro, dhe ish-zyrtar të tjerë janë dënuar nga gjykata e posaçme.